Ndërka rrjedhën e emisionit, Dorotina vazhdojmë me diskutimin. Po, sigurisht, do të vazhdojmë me një diskutim tjetër që ka të bëj prapë pikërisht me situatën politike në vend, duke qenë se tashmë jemi në një fazë ku pritet të shihet nëse dikush tjetër do ta marrë apo do të mandatohet për të formuar një shumicë të re apo pashmangshëm do të shkohet në zgjedhje të reja. Ka gjasa ndoshta që të bëhet një shumicë e re me numrat që janë nga ish opozita, pastaj edhe me partitë e tjera të komuniteteve. Gjithsesi, të gjitha këto do t'i diskutojmë. Në studio kemi ish diplomatin Blerim Canaj. Zotri Canaj, mirë se erdhe. E po ashtu në një lidhje direkte do ta kemi edhe avokatin Valdet Hoxha vetëm pas pak. Do e nisim me ju, zotri Canaj. Të dielën nuk u votua qeveria e prezantuar dhe programi qeverisës nga i mandatuari Albin Kurti. Gjithsesi, kemi parë disa takime me njëherë pas kësaj pati takim mes LDK-s dhe nismës socialdemokrate, në anën tjetër një ftesë nga presidentja për gjitha partitë për të konsultuar më pas dhe dikush që ndoshta pritet të jetë i mandatuari i dytë. Po e nisim me takimin së pari mes LDK-s dhe nismës. Si e pat dhe çfarë do thotë ky takim, megjithse deputetin Quni e patëm këtu në studio dhe nuk është se na dha shumë detaje nga ajo se çfarë është ndarë deri më tani, megjithatë aludimet qojnë se o do të jetë një marrëveshje pastaj për të formuar një shumicë e re, o do të jetë një marrëveshje për një koalicion parazgjedhor në rast se shkohet në zgjedhje. Veç i dhe përgjigjet. Jo, unë mendoj që kur flasim për mandatarin, nuk po shohim që ka gatishmëri që dikush të formoj qeveri. Edhe nëse i jepet mandatari për shembull të dytit nga lëvizja vetëvendosje, atëherë nuk e besoj që do të votohet një qeveri, çfarë do të qofte lëvizjes vetëvendosje. Në anën tjetër, ku flasim për një qeveri të opozitës, tani më është bërë shumë vonë, për shkak se në këtë qeveri do duhet të dinim edhe kush mund të jetë eventualisht presidenti apo presidentja. Dhe të gjithë e dim që për ta ditur këtë, s'pari duhet të dim a i kemi mbi 80 vota apo jo. Dhe nuk e ka as njëri grupe, as tjetri. Kështu që takimin e zotit Limaj me zotin Abdigjiku e shoh në dy rrafshe. Bisedë për zgjedhjet në ballotazh, e para dhe e dyta mund të jetë ajo që e thatë jo kur thash që e dha përgjigjen. Mund të jetë se tani më e dim që nisma socialdemokrate e ka paksa më të vështirë se partitë tjera çështjen e kalimit të pragut, përkundër përpjekjeve të saj në këtë periudhë që të zgjerohet edhe me emra të ri edhe me njerëz të ri. Dhe mendoj që një koalicion parazgjedhor do të mund të ishte temë bisedës, njëkohësisht do të mund të ishte temë bisedës edhe çështja se sa mund të jap përkrahje nisma në zgjedhjet komunale, se e dim që i ka disa vota. Canaj, kësaj po i bie që në formë figurative LDK-ja po e rrëmben, po e vjedh Limajn bashkë me deputetët e tij nga lëvizja vetëvendose, sepse thënë drejtën është diskutuar shumë se Kurti edhe në momentin se ka thënë kur pat deklaruar se i ka numrat, kishte llogaritur tek deputetët e nismës. Dhe marr parasysh këtë takim dhe në rast se arrihet një marrëveshje për cilën do skenar, cilin edhe e diskutuam, i bie që nisma më nuk do të jetë e çastshme për Unë kam përshtypjen që nganjëherë zoti Kurti ka dëshirë që të besoj në iluzionet të cilat i krijon. Pse po e them këtë, si është e mundur që e din që nuk i kembi 50%, e din që qytetari ta ka dhënë të dalësh i pari, mirë po të ka thënë që nuk mund të qeverisësh pa koalicion, dhe ai zgjohet e bën një listë dhe të ministrave dhe të qeverisë dhe e qetë që t'ja votojnë. Kush ja voton? Pa kompromis. A keni dëgju jo dikon në botë ku ka demokraci që të votohet diçka blanko? Unë jo, merrem me këtë punë profesionalisht, por s'kam dëgju t'ju them të drejtën. Edhe nisma, edhe LDK, edhe PDK, pse duhet t'ja votojnë një qeveri Albin Kurtit
blanko. Kur s'ka asgjë as prej programit tyre, as asgjë Megjithatë, tjetër. Canaj, kush duhet të shihet fajtor, duke qenë se partitë e tjera të gjitha kanë pasur një qasje mos a quaj bllokuese për Kurtin, duke qenë se s'kam pranuar, PDK-ja ka vendosur vija të kuqe, PDK-ja refuzoi ftesën 2 herë, AK-ja kishte një gjuhë të ashpër ndaj kreut të lëvizjes dhe vendosi që pastaj e pamundësonte ndoshta një ftesë edhe për AK-n, nismës i bëri një ofertë e cila nuk e pranoi, me kë do ta bënte pastaj Kurti nëse të gjitha nuk pranojnë. Shqiqani, gjatë gjithë kohës loja e Kurtit ka qenë që madje edhe në studion tuaj më duket e kam thënë që njëherë që Kurti nuk është interesuar që të krijojë qeveri. Për shkak se loja e tij ka qenë gjatë gjithë kohës se si ta paraqes partitë opozitare, ish opozitare, njëjtë sikur lista sërbe se gjoja këto po e bllokojnë parlamentin. Jo. Bllokuesi ka qenë vetë lëvizja vetëvendosje me përpjekjen dhe dëshirën që të vazhdoj që të qeverisë sikur që ka qeverisur që një vetë. Do të thotë në mënyrë autokratike, që është ndër çdo personi që futet në politikë me dëshirën që të ketë gjithçka në dorë dhe të mos jap përgjegjësi për asgjë. Do të thotë kjo ka qenë qëllimi. E dyta, kur e ka pas që është e pamundur që të ndodhë diçka e tillë, atëherë ka filluar që ta luaj një lojë krejt tjetër duke paraqitur duke u dukur që me zotin Limaj do të mund të bëj diçka. Ka pasur bisedë. Ne gjithë e dim ofertën që ja ka bërë LDK-s, ajo ka qenë ofertë ja ku e ke, po mos eja. Ndërsa duke jetuar në mes të dëshirës për ta gëllditur LDK-n, por nga frika që do e gëlltis PDK-ja, ftesa ka qenë dhe LDK-ja ka mundur ta pranonte dhe ka mundur të jetë pjesë e një qeverie për t'i bërë ato ndryshime dhe ato për t'i përmirësuar ato gabimet që tha se ka bërë lëvizja vetëvendosje. Po e përsëris, dëshira e Kurtit për ta gëlltitur LDK-n dhe friga që do të gëlltitet nga PDK-ja e ka vendosur një pozicion që t'ja bëj një ftesë Lidhjes Demokratike të Kosovës, por Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pasur ftesë nga Kurti. Po. Pikrisht të kjo edhe do ndalemi tek një deklarat e ish deputetit Haliti, cili pikrisht për këtë ka dhënë një deklarat, por pas kësaj lidhje të drejtë për drejtë, të cilën e paralajmërova edhe pak më herët, e që gazetarja Doresa Geci na jep më shumë detaje për ushtrimin fushor ujku Shigjet të realizuar sot nga Forca Sigurisë së Kosovës. Doresa, nëse po më dëgjon, çfarë ndodhi realisht sot gjatë tërë kësaj kohës edhe e keni përcjell ngjarje? Po, përshëndetje Bledi edhe një herë për ju. Pra jemi këtu në fshatin Bobaj të Bokës në Gjakov. Në këtë lokacion për afër 8 ditë faktikisht është zhvilluar një nga ushtrimet fushore të njohura si ujku Shigjet. Përmes këtij ushtrimi, ushtarët e FSK-s kanë testuar aftësitë dhe kapacitetet e tyre ushtarake. Qëllimi i gjithë këtij ushtrimi ka qenë të vlerësohet nga dëshmëria operacionale dhe përmbushja e standardeve të kërkuara për validim. Ne pra jemi këtu që nga ora 12 dhe jemi duke përcjellur aktivitetin e ushtrimin faktikisht të zhvilluar nga ushtarët e FSK-s. Sot është dita e vizitorëve, pra janë liruar media që ta përcjellin këtë ushtrim i cili është zhvilluar në pjesën e poshtë në si është në pamje cilat mund të sjellë kamermani Hamit Sadikaj, zhvilluar në hapësirat e poshtme, ku është edhe zona ushtarake e FSK-s. Të pranishëm këtu kanë qenë përfaqësues të Forcës së Sigurisë së Kosovës, gjithashtu ushtarë amerikanë, të cilët e kanë vëzhguar nga afër gjithë ushtrimin fushor. Po ashtu, ajo që vlen të përmendet është se para të pranishme pra mediave ka folur edhe ministri i detyrë i mbrojtjes Ejub Maqedonci, i cili ka përmendur rëndësinë e këtij ushtrimi ushtarak dhe ka falendruar një herë edhe pra ushtarët amerikanë për ndihmën. Ai ka përmendur edhe investimet që qeveria e Kosovës ka bërë që të mbahet ky ushtrim. Si mund të shihni në pamja se mund të sjell kamermani Hamit Sadikaj, janë edhe pjesë pajisjet e mjetet ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës këtu, cilat janë të ekspozuar për mediat dhe mund të sjellen pamje drejt për drejt.
Ajo çfarë ka qenë e rëndësishme nga ky ushtrim fushor është fakti se këtu kërkohet pra kontroll e lartë dhe komandë, si dhe koordinim ndërmjet njësive që të arrihet pra qëllimi i caktuar. Po i lëmë pamjet drejt për drejta, cilat i sjell kamermani Hamid Sadikaj. Teresa, faleminderit shumë për gjitha detajet, për pamjet të cilat na i sollën në korale për gjithë shikuesit e TV1, të cilët aktualisht po shoqërohen me emisionin e mesditës, ndërkaq rrjedhën e emisionit e vazhdojmë me diskutimet për zhvillimet politike. Të ndalemi pikërisht tek një deklaratë e ish-deputetit Xhavit Haliti, i cili para pak ditësh e kishte dhënë pikërisht në studion e mesditës, ku ndër të tjera tha se disi e kishte nuhatër se edhe nga Partia Demokratike e Kosovës po thonë se pse për neve nuk pati një ftesë nga lëvizja vetëvendosje. Se komenton Canaj? E keni parë edhe ju, e keni ndjenjë gjë të tillë? Ajo që e thash, kur e ka pasur lëvizja vetëvendosje, një koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, se dim se si ka përfunduar. Mirë po shkuarja e Vjosa Osmanit, gara e saj në lëvizjen me vetëvendosje, e ka mësuar votuesin e LDK-s që të votojë edhe për vetëvendosjen. Në anën tjetër, PDK-ja e ka një votues që nuk ndryshon. Do të thotë, o pasivizohet, po në këtë rast sidomos pas kësaj gjuhe që e ka pasur zoti Kurti, jo vetëm tani, por edhe në të kaluar në raport me eksponentët e Partisë Demokratike, natyrisht që ka qenë më e rëndë për Partinë Demokratike, por jam shumë i sigurt që po të kishte pasur një ftesë serioze. Partia Demokratike ndoshta edhe do ta pranonte një koalicion me zotin Kurti, por ka qenë frika nga zoti Kurti që me PDK-n si institucion tani nuk mund të menaxhoj sikur që ka menaxhuar me LDK-n, apo sikur që ka pretenduar që të menaxhoj me LDK-n. Për shkak se me gjithat, PDK-ja e ka një farë rrugë që e mban. Dhe brenda PDK-s ende nuk ka eksponent të cilët, apo s'paku duket që nuk ka eksponent të cilët do i merrte ajo fryma dhe dëshira për të pasur një pozitë, si kur rasti i Vjosa Osmanit, apo e patëm edhe tentimet e zotit Abdigjiku, për shembull me Vushtrrin, që ta bëj një koalicion me Vushtrrin, që në sytë me ka qenë një test që pa masin masën dhe disa veteran të LDK-s, se a do t'jenë kondër apo jo në mënyrë që pastaj mund të bëhet hapi në nivelin qendror. Edhe në nivelin qendror. Diçka që për shembull te PDK-ja nuk ende duket që nuk është futur ashtu, për shkak se me këta e kam përshtypjen që bisedohet ndryshe. Por Kurti kishte thënë se Partisë Demokratike të Kosovës i duhet që të reformohet fillimisht, që të ketë më pas edhe një mundësi bashkëpunimi me lëvizjen Kush është Kurti që t'i tregoj Partisë Demokratike atë reformohet apo jo? Këtë e kishte thënë. Problemi është që unë shpesh herë mendoj se Lidhja Demokratike ka rënë në kurthin e Kurtit kur i ka filluar disa reforma dhe ndoshta i ka larguar apo i ka shmangur ata bagerët e partisë cilët e kanë mbledhur votën dhe nuk po mund të dalë ende te treta, që do ta kisha pasur dëshirën, t'ju them të drejtën, që dalë e dyta të rritet më shumë. Por, duke rënë viktime e retorikës së Kurtit, apo dashka ne të reformohemi, e para. E dyta, partitë politike shpeshere kanë keq kuptuar nocionin reform. Për shkak se kanë menuar që apo dashka t'i heqim këta dhe t'i marrim do dje me vajza treja të cilat nuk kanë kurfar përvoje, natyrisht, po ta pyesnin Kurtin, partitë politike, LDK dhe PDK, sipas dëshirës Kurtit do të vazhdonin të qëndronin kështu edhe 20 vjet. Le të vazhdojnë, le të reformohen ato, për shkak se Kurtit i konvenon kjo se ja siguron fitoret në të ardhmen e afërt.
Do të ja siguron gjithmonë një fitore me këtë formë të opozitarizmit të politik bërjes, me këtë formë të shmangjes së elitave politike të cilat kanë ndërtu diçka. Dhe shpesh herë pyetëm dhe po pyes edhe tani, a thua si do të sillej zoti Kurti sikur të ishte një kryetari, një partije me bagazh, të cilën e ka LDK-ja dhe PDK-ja. Paramendon e zotin Kurti, lider të PDK-s apo LDK-s, që e kanë gjithat bagazh politik, që mund të lavdrohen për çlirimin e Kosovës, për shpalljen e pavarësisë, për antarësimin e Kosovës në qindra organizata ndërkombëtare, për arritjen e qindra njohjeve, për gjithë këtë infrastrukturë që e kemi sot. Paramendoni të kishë qenë Kurti, çka kishë ndodhë, çfarë opozitarizmi kishën pa. Dhe Kurti e ka vrejtë që momentalisht në krye të dy partive tradicionale, me gjithë këtë bagazh politik, ka një strukturë e cila i udhëheq këto parti, por nuk ka një vizion të qartë, nuk ka një kauz, madje as tema nuk kemi parë deri më tani. Dhe kjoja pastaj jep hapësirë Kurtit që të vazhdoj me gjuhën e tij. Do të thotë, Kurti nuk është as pak i interesuar që të... Megjithatë këtu nuk është faji i Kurtit, këtu është faji i partive të ish opozitës që nuk kanë bërë një... Po mirë dhe unë e thash që është faji i partive opozitare që s'kanë bo absolutisht kur gjë dhe ta është Kurti lunë me ta. Që të thamë në gjuhën më të mundshme popullore. Do të thotë i krijojnë hapësirë Kurtit që ai dalë dhe të fletë për reformimin në PDK e në LDK. Cila është partia ma e pa reformuar në Kosovë momentalisht? Është pikërisht vetëvendosja. Nëse e këshyrëm në skenën politike, Kurti është politikani ma i vjetër, ma i plakur në politikë. Për dallim prej politikanëve tjerë, Kurti është momentalisht në skenën politike personi që është mas gjatin politik dhe personi që s'ka bo kur gjatë kësaj jetë gjatësie politike. A ju bjerë në mend juve diçka që është bo për këtë vend? Megjithatë, Kurti vazhdon të jetë njëri prej liderëve më të votuar edhe në zgjedhjet. Historikisht, nga disa të dhëna që dolën për shkak të asaj që historikisht për shkak të asaj që e thash unë, për shkak se liderët e partive opozitare dhe partitë opozitare kur nuk kanë qenë në gjendje që ta përçojnë mesazhin te qytetari. Unë e thash, nuk kanë qenë në gjendje që ta ngrisin një kauz, ta ndërtojnë. Për kauz harrone, për këta kanë vrapu pas temave të Kurtit. Gjatë gjithë kohës, dhe kjo është arsyeja. Shto këtu edhe faktin që pastaj i kanë pasur edhe problemet ato garat në mes vete, për shkak se e dim që në këto parti një rol gjatë rëndësishëm e luan edhe ajo se kush është bajraktari këtu, e para, edhe e dyta kush e ka ndikimin në parti, e tjera, dhe kjo pastaj ka kostë. Dhe këtu, a mendoni se, me qenë se e quajtët bajraktar, mendoni që partitë e ish opozitës duhet i ndrojnë bajraktarët? Shiqa, kur nuk ka sukses, natyrisht që duhet i ndrojnë bajraktarët, dhe jo vetëm bajraktarët. Por në qoftë se e masim ne tani duhet bëhen shumë i qartë dhe kështu me një gjuhë rafsh. Çka ka ndryshuar PDK-ja dhe LDK-ja nga viti 2021? Viti 2021 ndoshta ka qenë viti më i rëndë për këto dy parti politike, për shkak se gjithë fryma ka qenë ka lëvizja vetëvendosje, i tërë perceptimi ka qenë i ndërtu me 10 vite kundër këtyre partive, dhe PDK-ja ka dalë e dyta në atë krizë, LDK-ja e treta. Çka ka ndryshu herën e fundit të këto parti? PDK-ja është e dyta, LDK-ja është e treta. Ata mund dalin edhe të thonë, ne kemi rritë për disa 10 mira vota e sen, po ku janë? Cili është roli që e kanë luajtën ato 5.000-6.000 vota që e kanë rritë? Partit garojnë me përqindje. Dhe, o del i pari, o i dyti, o i treti. I pari e ka drejtën me formu qeverinë. As PDK-ja, as LDK-ja nuk janë dalë të parët. Do të kanë humbë në zgjedhje. Dhe tashti,
si do të presim ne që do të ndryshoj diçka. Po, Sone, ju e përmendet edhe vetë në fillim, se thatë është pak sa vonë për një qeveri të opozitës në këto kushtet cilat edhe ndodhemi. Kësaj i bie që po hapën rrugët drejt zgjedhjeve të reja. Në anën tjetër, shumë politologë, thash edhe më herët, profesor edhe njohës të mirë të politikës, kanë thënë se zgjedhjet e reja do të mund të prodhonin një rezultat të ngjajshëm me ulje ose ngritje të partive të caktuara. Gjë që i bie që sërish do gjendeshim në situata të njëjta. Çfarë skenarësh më pas e presin Kosovën në rast se vota e qytetarëve do të jetë e ngjajshme me atë ku kërkohet bashkëpunim në bashkëqeverisje mes partive politike. Shqoni, ka shumë rëndësi kush ju prim listave, ka shumë rëndësi çfarë emrash janë brenda listave dhe ka rëndësi pastaj edhe programi. Madje tashmë, ndjes që po ndërpres, tashmë votuesit e lëvizjes vetëvendosje dinë edhe për çfarë kabineti po votojnë. Shtëja saj. Për shemb, dërsa te partitë opozitare e përmenda, ka rëndësi shumë kush ju prim listave, ka rëndësi shumë kush është në lista dhe ka rëndësi pastaj programi. Në qoftë se shkohet si kur e herën e kaluar, për shembull, po e marr Partinë Demokratike. Po, ka për të ditur që sërish do të jetë po, pikërisht aty të Bedri Hamza. Po. Unë kam një respekt jashtëzakonshëm për zotin Hamza si ekspert i fushës së tij. Absolutisht kredon që e ka gjitha. Mirë po, në qoftë se ai i futet garës dhe nuk del në terren, sikur që e bën për shembull Enver Hoxhaj, prap do të jetë njëjtë. Pse po e përmendi Enver Hoxhajn? Për shkak se mendoj që përpos Hamzës, personi që në terren është jashtëzakonisht aktiv është Hoxhaj. Do të thotë këta dy do të mund. Pra po thoni se PDK gabon nëse sërish shkon me Bedri Hamzën pa u bërë një ndryshim? Nuk dua të përzihem, unë veç po jap dy shembuj. Po të shkonin si tandem, Hoxhaj dhe zoti Hamza, para mendone aty ta kishte edhe dikush një figurë si Hajredin Kuçi, që e kanë përvojën, që e kanë kredon, që janë absolutisht pa përfolur, do të thotë as për afera e tjera, dhe energjinë që e kanë, unë mendoj që do të ishte mirë edhe për vendin. Te lidhja demokratike e Kosovës, përpjekja për ta ndryshuar komplet strukturën e partisë dhe të shkohet në fushata zgjedhore me ato sloganet me lumirin, duke e hequr logon e partisë, do të ketë prap kosto. Tjetra, strukturat, do të degt në për komuna, në degt, Partia Demokratike i ka goxha të shkatrume. Përderisa si duket lidhja demokratike, në këtë rast ka qenë më e kujdesshme, ndoshta edhe për shkak të kohës që e ka pas. Dhe ka shumë rëndësi se si i kombinojnë elitat. Ne kemi për shembull unë mendoj që Partia Demokratike ka me pas edhe një problem, në qoftë se futemi në fushat, që të inkurajoj njerëzit që të futen në listë për deputet. Për shkak se nga zgjedhjet e kalume e kemi vrejt që është kriju një farë përfaqësimi më shumë regional nga Partia Demokratike e Kosovës. Dhe ta është i pyet dikush Nana Morav, thot, pse unë duhet me hy me humba atje? Pse unë duhet të investoj energji, të investoj ka kosto financiare, ka gjithë shka edhe në fund të mos mund të arritë përfaqësoj asgjë. Do të thotë edhe këtë detaj duhet të mendoj Partia Demokratike e Kosovës dhe të di të ndërtoj një tandem, cilat janë figurat që e bindin votuesin në Drenasë dhe Skenderaj, po cilat janë figurat që e bindin votuesin edhe në Gjilan, Ferizaj, Kamenic. Shtok të faktin pastaj që me Drenasin patëm një ndryshim, dhe kjo pastaj sigurisht edhe do të ndikojnë. Unë Drenasin nuk e shoh si ndryshim, pikrisht te ju e kam thënë ka qenë betejë se kush është baba këtu. Edhe mendoj se që u tregu se kush është edhe
ta është i veç do të udën gjaka. Për shkak se, shiqo, më herët kam qenë i kujdesshëm, për shkak se t'ju them drejtën Petrit Hajdarin e çmoj shumë. Por në anën tjetër, disi ka qenë mëse e qartë që Ramiz Ladrovci i ka pasur disa përparësi, për shkak se nuk mund të thuash nuk është PDK një person që e ka themelu PDK. Po, qartë. Megjithatë, të kthehemi edhe një herë tek çështja se a mund të krijojë dikush tjetër shumicën para se të mendohet për zgjedhje dhe të mendohet për fushatën pastaj. Momentalisht jo, dhe s'ka interesim që ta krijoj, për shkak se po e përsëris. Po që se krijohet tani shumica. Atëhere mas sa muajve, 3 muajve, do të fillojnë ato betejat për presidentin. Po. Askush nuk i ka vota. Në anën tjetër, unë mendoj që jemi në një periudhë kur edhe zonja Osmani e dëshiron atë pjesën e vetë të ëmbëlsirës, po e quaj ashtu, dhe kjo pastaj më shtyn të mendoj që ne nuk do të kemi zgjedhje në 10 orë, sikur që po pretendohet, por do të fillojmë dikun ka prilli. Do të kur tërhiqet presidentja, me siguri që do të futemi në territore të panjohura, sikur deri më tani që jemi futur e kemi shtyr edhe ca muaj, Zoti Kurti ka interesim që për shkak se po e quan vetje në më tutje, unë do të vazhdoj si kryeministër në detyrë. Po, realisht është kryeministër në detyrë deri në zgjedhjen e një qeverie të re. Sipas gjykatës supreme nuk është. Megjithatë, sipas gjykatës supreme nuk është. Asaj ministër në detyrë, e as ministrat në detyrë që janë bë deputet. Nuk është. Po, në të kundërtën besoj që gjykata do të kishte vepruar pastaj. Që është, po gjykata supreme po thotë që nuk është. Dhe në këtë kontekst jam i prirur që t'ju besoj atyne që janë ekspert të ligjeve. Në këtë rast gjykatës supreme. Si do të shkoj çështja pastaj, sepse e dim që na pret edhe buxheti dhe duke qenë se qeveria në detyrë nuk mund t'ja propozoj kuvendit, do të hymë në një krizë pastaj duke qenë se flasim për pagat, flasim për shumë gjëra tjera. Që është problem. Në qoftë se nuk gjendet në një zgjidhje për çështjen, sidomos për çështjen e buxhetit, unë mendoj që në muajt e parë do të futemi në një farë kolapsi social. Po, ndoshta është edhe strategji, për shkak se historia na tregon që qytetari me të cilin më së lehti është manipulohet, është qytetari i varfër. Pse? Mjafton Zoti Kurti të shpërndaj ka një 1.000 euro për familje, për shkak se ka paret është. A i si shpërndan 1.000, a i shpërndan 200, se dohet Milan as me vdek, as me jetu, po me lavdru që po i shpërndan, edhe kështu e blenë votën. Për atë arsye i dohet edhe kjo që po e quan e jo kryeministër në detyrë. Do thot me siguri që do të ketë manipulimet lloj-llojshme gjatë fushatës. Megjithatë, në takimin që është thirrur nga presidenti Acanaja, mund të ketë një dakordim mes të gjitha partive që ndoshta të bëjnë diçka që të kalohet të paktën buxheti. Po shpresoj, edhe unë po shpresoj pikërisht atë. Po unë tashti po e përmendi ato që mund të ndodhë në qoftë se nuk kalohet buxheti. Po në qoftë se kalohet buxheti, atëherë mendoj që janë disa çështje të cilat mund të cilat do të ishte forma deri aty, do të bëhej kjo qeveria që të përfshirëse që i kishte propozuar LDK-ja, sepse mund të ndërtohet një qeveri teknike për shembull. Ajo që e ka propozuar LDK-ja është qeveri nacionale ku njerëzit shkojnë prej partive dhe ata kanë të drejtë. Pastaj edhe të marrin vendime me të rëna, qeveria teknike si duket ka të drejtë ta dorëzojë buxhetin për ta votuar, por derisa ekziston parlamenti. Por a do të jenë të gatshëm pastaj që t'i lënë pozitat të cilat po i mbajnë jashtë lehtëshëm Kurti dhe të tjerët, atëherë ta shohim, për shkak se në qoftë se largohen nga pozitat dhe instalohet një qeveri teknike, ajo i bie që njerëzit në qeveri teknike janë apolitik. Dhe kjo qeveri teknike pastaj do të vazhdoj deri në zgjedhje, deri në formimin e qeverisë së ardhshme. Dhe pastaj nuk e di se cili mund të jetë ndikimi i Zotit Kurti për të shpërndar këso
si kur deri më tani 10 euro, 100 euro, dhe kjo do t'i dohet pastaj këtu. Shto këtu edhe faktin që do t'ju dohet edhe infrastruktura e shtetit për fushata zgjedhore si kur deri më tani, shtu që ta shohim se e pranon lëvizja dhe vendosje diçka të tillë. Canaj, ne të falenderojmë shumë edhe njerë që ishe pjesë e mesditës edhe diskutuam për këtë çështje. Ishte shumë kënaqësi. Nga këtu, Dërontina shkëputim me pak